Frika. Urna? Etash. Kjo është temë shumë e gjërë. Për frikat mujmë me folë gjatë tënë vitit. Të mundohemi me sublimu. Do thot, frika është sindromi më i rëndi që godet njeriun. S'ka sindrom më të rënd, s'ka virus më të rënd. Se ekziston goditje më e rënd për personalitetin e njeriut, për trunin, për shpirtin, frikat. Frika më e rënd cilë është? Frika nga vdekja. Realiteta është frika e mos ekzistencës tonë. Domethënë e humbjes. Edhe egoja e mbrëmshme e krijon se ne humbim diçka, e kemi humb jetën. A në jetë në kuptojmë të gjitha knatësitë edhe pritshmëritë që i kemi. Domethënë frika nga vdekja. Ka dhe frika të ndryshme tjera. Frika e mospasjes, frika për ushqimin, frika nga goditjet, frika nga ajo kryesisht vjen si rezultat e asaj që nuk e dim, e territ, e të panjohurës. Tash, nëse e kthejmë historinë mas, ju është afër mendjes se njerëzit janë frigu prej bubullimës, janë frigu prej breshrit, janë frigu prej zjarrit, janë frigu prej shumë, për shkak se dia e civilizimit atëherë ka qenë në atë nivel. Edhe kanë lënë, bile ka thonë, për shkak se s'kanë besu në Zotin, po kanë besu në fenomene, kanë llogaritë se po e qenë atë keqe, për shkak një ndodhis që ka ndodhur ndoshta në fshat, e në emën të asaj është dashur me bëni ritual, zakonisht me kërku fajtor, edhe me u derë gjak e tjerë, që në fund me thonë, ok, kaloj tash edhe neve tash hyjmë në prej breshit, prej bubullimës, prej dridhjes, prej tërmetit, po hyjmë në fazë tjetër. Do thot, po dijet kanë qenë asisoj. Mungesa e dijeve është terr. Ta shkruajmë këtu ta bëj vetëm një pse themi se dija është dritë. Keni dëgjuar dija më dritë? Jo rastisht. Ajo është me çka? Me ndriçu terin. Mungesa e ndriçimit është teri. Dija është element që dijet në përgjithësi janë elemente që e ulin nivelin e frikës. Dy elemente janë, domethënë, janë dijet dhe tema është si me amortizu frikën. Besimi është e para, edhe dyta janë dijet. Etash. Nuk po flasim tash për dije edhe për besim si përfaqësor, për shkak se ne themi se dijet nuk kanë fund, edhe besimi nuk ka fund. Kur themi se besojmë, keni dëgjuar njerëz, unë besoj thot Zotit. Me besua një, a me u dhon komplet, me u përkushtu, është diçka tjetër. Në kroatisht është vjerovati, të besuarit, dhe povjerenje, povjeriti se Bogu. Povjeriti se është me dhon vetveten komplet, pa kurfar ekuivoku. Do thotë, tjetër është me thoni besoj Zotit, është besim sipërfaqësor. Ama kur duhet me pagu çmimin e besimit, besimtar është ai i cili është me krejt qenien e vet i përkushtum Zotit. Kum kërku përkthim se vjera i povjeritise, është bërtha ajo rënja fjalës besim, s'kum gjetë fjalë më të përshtatshme se devotshmëria edhe dhënia komplet pa ekuivok. Tash çështja është, a e kemi besimin sipërfaqësor apo besim që është totalisht përkushtim pa kurfar diskutimi.
Kjo e dyta është e rëndë. Pa ka njerëzit që ama s'pa ku ne duhet me qenë të vetëdijshëm se kush jemi. Patjetër duhet me ditë. Për shkak se nëse hynin teologji, unë s'jam kush e di sa njohës i madh, po i di shembujt që janë mjaftueshëm për me ardhur me shpjegu këtë fenomen. Kur është dasht me dhon më dashurën Hazreti Ibrahimi, është dasht çka? Me friu, edhe ka qenë sprova e krijuesit ndaj besimit të tij ndaj Zotit. Dhe çka ka thonë? Pa kufar diskutimi. Dallimin mes njeriu që thot, po besoj edhe kur duhet me bë aktin, është shumë i madh. Edhe këtu ne themi se këta që të besojnë sipërfaqësisht nuk janë besimtar. Ata vetëm e luajnë rolin sipërfaqësor, deklarativ se besojnë. Po them kjo e dyta si mason. Ama spaku e diskutoj dhe e di mrenda se po duka me dhonë shumë për me hynë grupin e njerëzve të devotshëm. Ka, po janë shumë pak. Dallimin mes njënës palë dhe palës dytë është diku mesi ku ne barë jemi të vetëdijshëm sa jemi besimtarë ju. Se teoria është një, a praksa është krejtësisht diçka tjetër. E kemi të qartë. Do thotë, si është e mundun me pru situatën ku unë përmes besimit që e kam, me izbut frikat. Pika e parë, tash po mundona me teoretizu. Edhe këtë se them unë, se njerëzit që kanë dije fundamentale shumë më të thellë. Shumë më të thellë. Duhet me unis për një parimi, këtë mbani në mend. A keni dëgju njerëz që thonë, unë kam një jetë. Një jetë që ata një jetë, kam thotë du me shfrytzu. Unë e kam një jetë. Ose thotë, kjo është jeta ime dhe bëj çka du. A keni dëgju? Nga pikpamja teologjike, edhe besimit plot devotshmërisë, jo nga besimi sipërfaqësor, se këtë e thonë njerëz që besojnë sipërfaqësisht. Nuk është e vërtetë se jeta është pronë e jona. Jeta na është dhënë neve në përdorim. Ajo është pronë e krijuesit. Është vlerë e krijuesit që është dhënë ne me shfrytzu. Edhe ne duhet atë me e kthy. Me e kthy. Një ditë duhet me e kthy. E tash, kur na ka dhënë jetën, i ka dhënë edhe rregullat çysh me përdor jetën. Do të thotë sikur një aparat kur e blejmë edhe jep edhe udhëzimin për përdorim. I ka çu rregullat, tjetër gjë që njerëzit nuk i përmbahen. Shefun muj me teoretizu, ju thash prapë, totalisht jem 100%, jo 99.99 sinqert, se unë e flas, jam i vetëdijshëm, po jam larg devotshmit. Mirë po e di se me të vërtet jeta nuk është e imja, ma është dhënë përdorim. Diçka që është dhënë përdorim, është dhënë sikur puna e amanetit. Ta pa amanet një gjosendi, dhe nëse merr një amanet një gjosendi, e runi pak më mirë se sa që është e juja. Pse duhet me e kthy të pa dëmtume. Nëse ne e dim se është dhënë përdorim edhe në varësisht si e përdorim jetën, ne i kemi të ardhmën tonë. E tash e ardhmja ka dy shtylla. Masit mëron jeta, e ardhmja ka dy shtylla. Besimtari devotshëm nuk i vyn më shumë se dy argumente, edhe pse ka argumente tjera, po dy shtylla janë kryesore. Nëse e di unë se jeta nuk është e imja, edhe se një moment nuk muj me humb, po duhet me e kthy. Edhe nëse kum përdor si duhet, unë çka bëj? Në momentin, në ditën e gjykimit, unë vetëm ndroj jetë, që sa bukur në Shqip, se ekziston në asnjë gjuhë. Ndroj jetë, nuk vdes. Edhe kur e di se e kam unë, po tash
Po t'inglloj si hoq, më dëgju hoq, të në muzanatin kjo dhe bukën për najme. Sot dhe edhe gjumo, po, që ata unë e lash gjumo. Po, shkollë e natës. Jo në drejk, po, në terë. Nëse unë e di, se së është imja, edhe besoni unë jem totalisht pajtona dhe i qëndroj asaj se nuk është e imja. Se më është do në përdërim, ta shë në përdërim e sipër, regullat që janë shkru, prej ku janë shkru? Prej ati, ose prej qasaj fuqie që në realitet edhe ta ka dhonë jetën. Edhe ne jemi larg aty në regullave. Kush përbohat regullave? Mbos mundësi. Nuk ka mbos mundësi, ka e të në kojtje. Edhe shka bën njeri ju, për shkak se janë rënd ato regulla me ju përmbush, nxjerr regulla dveta. Ajo është doktrinë komuniste, po ajo temë tjetër. Ata e kanë bërë komunistat, le zotin ona, që kanë prej kokat monarkive, mretërve, a mretërve të kanë përshkru regullën e sjelljes njerëzit sipas librave të shenjtë. Si janë marrë me kushtetuta s'ka, çfarë është kushtetuta? Momenti kur njeriu bën rregull, çka ndodh? Sot e bie këtë rregull, nesër ndron e bën rregullën tjetër, mandej thotë kjo s'po punon e bën rregullën tjetër, ndron ndrojnë shumë. Edhe njeriu më shumë i pëlqen rregullat që vetë shkruan, si për shembull, burr me burr mu martu, gru me gru, femën me femën, drejta e qenit, e drejta macës, e drejta miut, e drejta kështu, e drejta ajo, për shkak se njeriu është largohet prej burimit vet. Asa i thon komunizëm, po ajo është temë tjetër. Nëse s'është jeta ime, pse mund çat shumë me u mërzit kur më është dhënë përdorim, edhe unë duhet me kthyje, di se duhet me kthyje. Edhe me njerë frika nga vdekja, nuk po them se hiqet krejt, po spaku përgjysmohet. Në dy, nëse unë e di se mu e kam ditën e përcaktume, ku duhet me dorëzu këtë jetë, dhe me kalu një jetë tjetër, anë qëfar jetë e kalon edhe aty ka, a shkon majta se shkon djatas, pa jetë tash tim tjetër, atëherë dhe më thonë, pa marë prasysh shka ndodhë me mu, a jam në shtëpit, u që televizion, fotele, apo jam në fishklimin e plumbave, njësë është rrezikshmëria për me dorëzu shpirti. Besimtari kështu me ndonë. Thjesht, shifini, nuk është me qëra vetëm jeta që e thatë. Me qëra është dhe pasuria. Gjithë shka që kemi është me qëra. Gjithë shka, shfletoni pak, hyni ma thellë, do ta shifni se këtë çka po flas qëndron. Nuk janë mendime të mia. Janë mendime që unë pajtone me mendimtarëve shumë më të sofistikum. Me dhe më sofistikum, shumë më sofistikum. Unë vetëm promili tyne. Do të thotë, nëse unë e di se është determinanca ditën e gjykimit, mund të më ndryshu shumë pak personaliteti për shkak se ta çon për një anaj sfidë ku ti nëse bjen vendim krejtësisht tjetër prej miliona njerëzve, është e mundur që ta ndron ditën, ta shtyn pak. E kemi tregu na shembujt. Jo më qartë, domethënë, mirë po prap është e determinuar. Mund me shty, po prap vjen dita. Ajo shtyrje është sfidë se krijuesi thot po na vyn ky person, vyn edhe pak me kry misionin e vet. A misionin që duhet me kry dhe merr përsi për barën vjen momenti kur ja çon sfidën dhe bjen vendim. Edhe nëse sfida është jep atë që e ke, te rasti i djaloshit, nëse keni dëgju atë ligjerat, djaloshit ku i kërkon, ja çon Zoti personin që ja kërkon atë që e ka një hurm, ka një copë bukë, edhe një themi pak ujë, thot ma ep se 7 ditë s'kom hongër, s'kom pi, edhe djaloshi krejt që ka ep, disa sekonda para se më ja marr jetën në determinimin e parë. Edhe krijuesi që në ullin thot edhe 60 vjetë. Pse e shef se qaj djallë ka mision tash, me qatë mendje që ka, me qatë qëndrim, se a e ka dhënë provimin.
E ka dhënë atë që e ka. Se thotë unë të pasuruar njerë më ndë jap. Jo, atë që e ki ti dush me dhënë. A është dia, është para, është këshilla, energjia, mund ndim, se di. Atë që e ki, se thotë unë, kur të bëj, jo, atë që e ki, atë dush me dhënë. Djaloshi s'ka qenë pasanik, po që ato që e ka pas, e ka dhënë, i ka dhënë edhe 60 vjetë, shka i ka dhënë? Detyrë. Se ka privilegju me jetë, po i ka dhënë detyrë për me qunë në vend determinancën kryesore dijeve të rregullave të jetës. Se ka pas tash, okay, thot, hynë edhe një provim edhe, mirë pa, Djaloshi me atë punë ka marrë përgjësi dhe përgjësinë edhe 60 vjetë. Jetë është përgjësi. A thamë se është në vetëm përdërim. Përdërimin ja ka zgjat, i ka dhënë përgjësi me rregullat që e ka pas është rregull dhe ky njeri na duhet. Mirë po prapi ka ardhur dita mas 60 vjet. Nëse ne dim se e kemi të përcaktuar, çka është frika? E tash, kur ne dallimi është a e presim të përgatitur apo të pa përgatitur. Nuk është njësoj. Nëse e presim ne ndrimin e jetës përgatitur, e kemi pak ma lehtë. Nëse jemi pa përgatitur, ajo është kiamet i rëndë. Kush e pret përgatitur? Kush janë ata që e presin përgatitur? Ata që kanë bë hizmetin. Tash po flasim për shtyllën e parë që e zbut frikën është besimi. E dyta është se ka jetë tjetër. Që ato dy sende, nëse një besimtar, që i thot vetës besimtar, nuk i plotson. Të thonë, baza është se jetën e kom në huazime sipër, e kom të përkohshme, edhe është pronë e dikuj tjetër, bashkë me gjitha të mirat që t'i ofron, edhe duhet me jetu me rregullat e krijuesit, është baza që ka dy shtylla. Ditën e gjykimit s'muj me caktuar, muj me caktuar vetëm në momentin kur vjen sfida. Ana erdh sfida, ndoshta nuk është as sfida me dhon krejt. Çka ka thënë, po kërken nuk e sfidon krijuesi më shumë se sa që mundet me bajt. Po, problemi është a e bën. Kush e bën ai që është i përgatitur. Domthonë në një edhe në dy, besimi se ka jetë tjetër. Jeta tjetër çka thot? Është infinit, pa kufi. A është ashtu apo po gaboj diçka? Mo nuk ka, ajo është vishmo ti e ke dhënë provimin e jetës për jetën e dytë. Do të thotë që të në ato dy elemente. Nëse unë besoj se e kom determinume, edhe presi përgatitun, se e di se është ashtu, atë nuk frigohem a jam në këtë vend apo në atë vend, apo e humbi trupin apo jo, se shpirti është i pavdekshëm, po them, okej, shkojmë përpara, mi pa atë e banë vetëm njëri që është i përgatitun, prandaj përgatitjet janë shumë e rëndësi, ato janë asete. Edhe në dyta se, nëse unë besoj në jetën tjetër, po, atëherë, thëmë okej, tash duhet vetëm ndru format. E nëse kam unë dëshirën në atë format me pas edhe familjen, unë edukoj edhe familjen në atë frymë, edukoj edhe shoqërinë edhe mundohme. Nuk ka formë tjetër. Njeriu normal frigohet. Me në element tash, kom thonë diserë, nëse ti me një vend, me një koridor, ku s'ki ku shkon, mundesh vetëm me ikë, ose mu pallafaqu del një ariu, të kishe qenë i marë, mos mu frigu, më dhe, dule ariu, të është lumë valle. Frigo është normale, edhe është rujtja e shkafit. E jetës e trupit, shpirti që ta ka dhonë, të thotë ruje e vetë vetën. Ki kujdes shka po ushesh, ki kujdes me shka po ushen mendjen, ki kujdes shka po futë në barkë, ki kujdes shka po flet, ki kujdes ku po shkon, kretë është ajo, shka po banë. Kretë me rujt shka, atë që dikush ta ka dhonë. Nëse jep një dikujnë veturën, ja huazoni, veturë për një rrugë. Puna e pas, shka kërkohet? Kujdes. Ose jep një me qeradi shka. është kujdesi, e keni pa disa, e merë me qerat, apo unë e kom pagu, shka du, cigarën në vetur që ka marrë për rent, shumë në ullës. Ta shumë për banalizoj. Edhe të në kom pagu,
Për të ki paku, po e ki marrë në huazim. Ai huazim të kushton aq. Do të thotë, çto 2 sende. Ta kemi të qartë. Neve na lehtësohet problemi që tash është aktual në momentin nëse e pastrojmë një punë. Se okej, kjo sfidë është çështje normale që i ndodh njeriut. Edhe nëse unë kam besim të fortë, 100% kjo ndodh për të mirën time. Se nuk çon Zoti sfidë ma shumë se sa të që mund është me duru, a durimi është me dhonë provimin për me dalë në, themi, në një shtek tjetër. A jemi qartë? Për me forcu këtë besim, ju vijnë vetëm kjo. Do të thotë, se jeta nuk është e imja, se ti pishka frigohesh tashti. Frigohesh, au, humba parat. Po s'është e jotje. Ama humba prestigjit. Po s'është i yti. Ma humba karierë, po nuk ka i jotja. Ta ka dhonë mundësin time, ta ka dhonë dhurat. Unë këtë po flasë, nëse thu s'është e imja, po ma është dhonë në përdorim, e letësoni frigën, e letësoni të pa njohurën, për shkak se thu mendoj, kohën, nuk është e jotja kohë. Kohani është vlera më e madhe që kemi në krijuesi, për me përdor. S'ka mëkat më të madh se me çu kohën kot, për shkak se të është dhënë koha me shfrytzu. Do të thotë, hajde pyetje, a zbutet çështja e frikës nëse këto elementi i kam kokë, edhe nisem për kësaj. Çka humbi? Kur gjo, vetëm çka e formoj e forcoj personalitetin tim. Edhe thunë, s'kam çka me humb. Për shkak se kjo është sfida që në realitet më është dërgu mu, edhe jo rastisht jam këtu. Pik. A është më lehtë? Mirë po, për me lehtësu kjo, duhen edhe dijet. Dy janë, besimi edhe dijet. Frika, kur ta shef dijen, ta shef një person që ka dije, edhe që ka besim, frigohet shumë, se këtu është djalli. Përmes frikës, sot ti e sundon botën. Edhe shumë lehtë e sundon cilat vende, ku çështja e besimit është totalisht për tokë, edhe dijet janë totalisht të pavlefshme sipërfaqësore. Dija, marrni mend, dija është vlerë që vlen në çdo civilizim, në çdo kohë, në çdo vend. Është vlerë. Do të thotë, ka vlera të ndryshme që mund mbi vlerësune. Materiale jo materiale. Po dija është vlera që vlerësohet në krejt botën njësoj. Dijet. Edhe jo rastisht, edhe krijuesi çka imponon? Dijen. E tash dija duhet me qenë jo sipërfaqësore, me qenë e mjaftueshme që me qenë e përdorshme. Edhe për dijet, kur kemi pas diskutimin për dijet, kemi thonë se motivi njeriu me ditë, motivet që njeriu me ditë janë 3 motive. 3 motive. Motivi parë është që unë mësoj, edhe mundohem me unë vesh me dije për me e siguru ekzistencën time. Dhe atë e bën një masë e madhe. Çka bën i pari, bën i dyti, çka bën i dyti, bën i treti, i katërti, fillon prej procesit qerdhës, pa shkolla fillore, pa shkolla mesme, në fund, për me u punësu, për me mujtë me ekzistu. A është motivi i parë edhe elementar. Edhe jo rastisht i keni ndëgju, thotë mëso për mos me pastru rrugë, mëso për mos me met margjina shoqërisë, mëso për këtë vazhdimisht prind, fëmijët i shtin, mëso e bojnë edhe gabimin e dytë, se motivi pse e shtyn një fëmijë me mësu, edhe atë që e imponon, e bën damin. Mëso se e thot,
kjo ose ky po merr peshqet, është bën edhe gabimin e dytë, e krahason me dikë tjetër dhe e shkatron krejtësisht. Ose i merr shembujt jo të mirë për me tregu se nëse ti nuk mëson, dami është ky e ky, me qëllim që në fund me u punësu. Edhe këtë punë e bojnë një masë e madhe njerëzve. Do thotë dijen, edhe e manipulon dijen. Do me marrë notë ma të nalë të sa që e meriton, po nuk mëson, pa japon detyra dikush tjetër, pa prindja ndaj këthe, pa intervenime ndaj vetëm marrë deri te një dokument, edhe ajo dije si përfaqësore me u përdor në vend punës. Okej, tash kanë filluar me ndryshu gjanat për të keqe, se ato dëftesat edhe librezat mushën me nota, futen në vende kyçe njerëz pa kurrë kompetencë dhe shoqëria shkon për shkak se motivi është i urtë. Ta zonë një vend. Edhe atë vend ta zo mundësisht pa e bë hizmetin dhe pa kompetenca, ulët edhe shkatron komplet shoqërinë. Temë tjetër, muj me zbërthy. Motivi dytë pse njerëzit e kërkojnë dijen është për shkak të prestizhit, me tregu që unë sa di. Me marrë pozicion, që e profesor, me zonë vend fjallë aty në me pas respekt, qëtuar, po, me qeni pranum, po, me shkru DRMR edhe disa fjali aty për fundit që unë qka po flas, po, me pas një kartë vizit që i shkruun Margetim Nagavci, doktor magjister, doktor i shkencës, pse, kjo do më thonë, për masën është shive, unë shka jam edhe dëgjom një prestigje. Kjo është pak më mirë se sa ajo dia elementare. Se dia nëse nuk ka cak, është e koti. Unë me ditë, unë me lexu, nëse së përdoret me nëjë qëllim, është e kotë. Se dia si arritje nuk është vetë e nën kuptueshme son, po dihet me qenë me cak. Etash. Nën 3, që është kjo është pointa kryesore. Nën 3, dijet shërbejnë, dijet fundamentale, jo si përfaqësore, shërbejnë për me nda të vërtetën nga pa e vërteta. Nën 1. Nën 2 është me nda të keqen nga e u duke me shkru mas parë të mirën nga e të keqe, s'ka lidhje për kupte. Dijet, nëse dikush e ka qëllim dijen, si qëllim përfundimtar, për me nda të vërtetën për të pa vërtetës, edhe të keqen për të mirës, aty është fundamenti kryesor i qëllimit njeriut për me ditë. Vetëm njerëzit e dishëm, jo ku me ditë çfarë dije, po njerëz që mundohen me u thellu sa ma thellë. Edhe besimtar, nuk thash, s'paku mos me qenë këtë pjesën si përfaqësore, me qenë diku në mes, me qenë vetëdijshëm, kanë mundësi me da të vërtetën për të pavërtetë dhe të keqen për të mirës. Edhe në atë tunelin e errët të frikave nga e pa njohura, çka bën? I jep dritë për shkak se e ke përcaktu determinancën e gjërave të njohura dhe ke bo pak dritë, a dijet vetëm e ndihmojnë edhe në sjelltas njëra tjetrën, edhe në realitet shumë ma lehtë vjen deri te e vërteta dhe pa vërteta edhe bën dalë mes të keqes dhe të mirës. Varësisht prej dijeve dhe besimeve që i kanë njerëzit, i kanë interpretimet vis-a-vis majvollit dhe lajkonitit. Njeri i cili mundohet me çfarë dije që e ka, ama bën pak analizë më thellë. Edhe ka besim elementar, jo si përfaqësor, po elementar. Mundohet me u thellu pak më thellë. Pa marrë parasysh sa është i papastër moçali. Del pa virus. Edhe e zbut frikën sa i përket vetvetes, tu
duhe me ndu pak më thellë me nda të vërtetën për të pavërtetës. Njerëzit që reagojnë në mënyrë reaktive dhe flasin për kafe dhe ulen edhe vetëm e ngushtojnë njënitetin, tu e godit idenë edhe programin, tu mos qenë të vetëdijshëm çka po flasin, ju mungon dija dhe besimi. Për shkak se kur e dajt vërtetën me të pavërtetës, edhe të mirën prej të keqes, atëherë çka ndodh? Çka ndodh? Vjen deri te hajta shëroj me të kuqe, mos të midhnohet gjyra kuqe se e hudhe. Vjen deri te zgjidhja. Askush se ka privilegjin në përfitu prej zgjidhjes, prej asaj që duhet me ndërtu tash, askush prej atyne që spaku nuk e vlerësojnë dijen, nuk janë nivel besimit elementar, për me bod ndajnë mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Çka e thash në hyrje? Tamam e kom analizoj, nuk po them se nuk kam sfida, nuk po them se nuk kam goditje, nuk po them se nuk kam se djalli nuk e bën punën e vet. Nuk po them se nuk kam themi frustracione ose momente depresive. Mirë po janë në suazat normales që me mazgju shka anën e kundërt përgjigjes ndaj asaj sfide. Mirë po kreta e bazohet ku? Në qato dije dhe në qatë besim që unë e kom kriju. Po këtu ka një pikpytje. Ajo i jepet mundësi njeriut nëse ka punu punën me kreqenën e vetë. Me kreqenën e vetë. Nëse unë i kom besu ides, tash për rënqesem, edhe programit, edhe me kreqenën kom shku, pa e kujvok. A e do më thonë se ti, unë kom shku me naivitetin, ka qenë tem kjo, naiviteti që duhet njeriut që nuk beson atë, që nuk e shef, ose thot njeriut që beson pa e pa, i takojnë gjitha bekimet e Zotit. Pse është thonë ashtu? Për shkak se me atë energjin që ka dhënë Zoti, po, me shpirtin që ka dhënë Zoti, punon diçka për me bë një ndryshim. Ai i beson asaj. Ti mundesh me thonë njeriu naif, mundesh me thonë njeriu budalla, mundesh me thonë njeriu mashtrus. Çka dush mundesh me thonë? Mirë, por nëse e ka bë punën, ja ka dhënë hakun, edhe pa e kujvok, pa asnjë dyshim. Në atë moment i thith dijet për shkak se çka kemi bënë pjesa më e vetëdijshme, themi e trungut e indit lajkonetit. Jemi në vesh me dije sa kemi mujt, sa ka pas mundësi. A ke marrë pjesë në seminarën ku ka qenë Manfred Winterer? Kush ka marrë pjesë për ju? Që? Çka mundi me thonë? Unë kom qenë në 11 ditë e gjysë seminarët e. Në 2 ekskurzione në Bregun Azur nga 3 ditë, nga 4 ditë, edhe kom qenë një seminar 3 ditor në Pamhagen. Edhe jo, unë thëmë, okej, që është ajo dija që unë e kom pagu? Mirë, po aty ka dhe momente tjera. Më ka udhëzu me një shtek krejtësisht tjetër për marrë deri në këtë pozicion. Kur e shofun vetën, prej ku kom nisë, edhe ku kom arrit, haronit karierën. Disari kom thonë, karierën nuk është vetëm personifikim përmes numrit për me tregu aktivitetin. Mi po mbrapa asaj, ka ditë, ka javë, ka muj, ka momente tjezzakonshme, ku autor që unë asën andër si kom pa, asë kur si kom dëgju zonin para vitit 2012, me fillu, me hapë sytë, edhe me i thith me devotshmëri shumë të madhe. Edhe sot nuk ngihem, i kam disa libra të hapun, pa blejat libra me reket libra, sikur adit njëri sikur është i uritun edhe shkon në një sofër që është sofër suedeze, nuk di çka mas pari, hanë si trend. Për shkak të nevojës edhe dëshirës madhe për më mriti shka. Edhe ajo, për shkak të punës devotshme, pa e kujvok, me besim të plot, me përkushtim të plot,
ma ka qelë rrugën që unë me atë nevitetin tem me i thith dijet. Edhe atë e kom promovu dhe ju i kini bëhet punë. Një masë e madhe ka bëhet punë. Edhe me forcu edhe besimin. Është çudi e madhe kur të dëgjoni Vinterellirin, apo Erik Voren, apo kur të dëgjon Tony Robbinsin, dhe kretë këta autorët që kemi pas rastin me i pa ose me i lexu përmes librave, të gjithë, ama të gjithë, sikur në orkestër, edhe Jim Rohn nëse dëgjoni, vazhdimisht e kap elementin e krijuesit. Që në kokë, domethënë më së larti, krijuesi. Edhe nuk ka formull tjetër. S'ka formull tjetër. E tash kur vjen sfida, ne e përdorim shpatën që kemi në dorë. E përdorim, na vjen shprehje sikur kur ndërtoni një shtëpi me themelet shëndosha dhe vjen tërmeti, në vjen themelet e shëndosha, po shprehem me gjuhë seizmologjike ose të ndërtimtaris, i duron edhe dridhjet më të mëdha. Se ka dridhje majtas djathas përpara mas dhe ka dridhje në altë poshtë. Mi po themelet që janë shëndosha e pret sfidën. Para brenda kësaj jave, hyna një temë shumë interesante të fenomeneve që ndodhin të dielli. Edhe që është dielli në periudat caktume ka hudh flak, ishin ato flak që i hudh dielli, mirë por në periudat caktume ka hudh flak pak më shumë në univers, edhe ka ardhur edhe në shtresat e tokës, edhe ka bërë dam. Ka qenë nevojshme ajo për njerëzimin. Mirë por në atë kohë kur ka ndodhur ajo, as ka pas korrent, as ka pas internet, as ka pas kurrë, njerëzit kanë jetuar në mënyrë primitive në një ambient të mbijetesës që për ne ata është survivor ose mbijetesa atëherë ka qenë shumë normale. Mirë po tash mendoj se shumë afër është edhe një si themi flakë shpërthimi që mund me godit mëse pas korrent 1 vjet, 2 vjet, edhe mëse pas internet. A e dini pasojat e këtij njerëzimi tash që ndodh ajo? Kur s'ki internet, s'ki ujë, se s'ka pompa që pastrojnë ujin. Kur s'ka korrent. Kur s'ka korrent, bjen gjithçka. Baron jeta. Fillojnë smundjet. Fillojnë mit. Fillojnë pandemit, endemit. Muj me hyje dhe ma thellë, mirë po kur e mendoni, veç e mendoni çka do të kishte ndodhur, po që se ne 1 vjet, 2 vjet s'kemi korrent. Për shkak se ka bërë damin në këtë civilizim, damin e ka bërë një shpërthim, 1 milisekond shpërthim fuqia diellore, që është temperatura. Mendo tash, a lë kena në mësimet për shembull ajo me la me dorë. A është e përgatitur ky njerëzim për asë goditje? S'është e përgatitur. Në vendet e civilizume, që për shembull në Danimark ka në një qytet, është bërë pilot plan, autobusat elektronik, ama gjithçka ka. Domethënë kur hyn brenda vot numërimi, hyn brenda në autobusit numërimi sa njerëz janë, çfarë temperaturë është, po nëse i smut ta mat edhe temperaturën, energjinë që ke brenda, domethënë këtë në elektronik. E sofistikuar, a di pse janë bërë atë? Ato eksperiment? Nëse ka nevojë me bë evakuim, themi nëse ka sulm nuklear, për 2 orë komplet qyteti, përmes atyre autobuseve, është nën tokë. Pra përgatitën për diçka që mundet me ardhur. Unë tash po flas, a është njerëzimi sot i përgatitun për goditje kësaj? Për me vërtetu temën në cilën ne po bisedojmë. Ne po flasim dije, besim, përgatitje për frikat elementare. Ama në krahasim me kësaj goditje planetare, ne kërkues jemi. Ne kërkues jemi. Për shembull e komendu kështu. E komendu, besoni se para se më lexoj këtë e komendu. Okej, çka ndodh nëse ndodh që luftë e përgjithshme botënore. Unë atë çka duhet diku me pas një copë tokë, ama me pas një katun afër. Se unë s'di as çish mbjellet
domati, as kompiri, nuk di as qysh përfitohet qumshti. Faleminderit. E kom fjallën, edhe kom mendu kështu. Okej, tash për me qenë mbrojtën prej sulmeve, themi, të nxehtësive ose radioaktivitetit, e kom mendu, a me qenë kodër, e me qenë derën, domethënë kodër me pas sipër, me qenë si një bunker, a me pas 3-4 dyrë. Pa mandej kom mendu si mrenda, ndaj këte, qysh me pas një lop, me pas një dhi, me pas një 5 pula, tash unë po e banalizoj, për me mujt me pas bunar, me filtr natyror, se pompat edhe filtrat në mungesë të korrentit, po, me mujt me qëndru dhe qysh me adaptu, zorë që i kemi mësu me ujt pastër, me adaptu, tash kur e merr ujin pak me baktere tjera. Edhe e kom mendu, çfarë përgatitje neve na duhet? A di se ka dalë lista? Ne jemi totalisht pa përgatitur për shkak se jemi largu prej besimit fundamental dhe dijeve fundamentale. Jemi largu prej asaj që ka qenë determinuar. Unë po ju them, një ndër mendimet e dietarëve të mëdhaj është se virusi Covidit ka sulmuar për shkak se njerëzimi është i koncentruar në qytete. Po një qytet si Tokyo me 25 milion, sikur Stambolli me 30 milion. 37. Edhe më shumë e vërteton. Nuk është e mundur mos me ndodh aty e keqja. E lën natyrën, e lën atë që Zoti ta ka dhënë, edhe ik në e shofune, vim blejmë banesa në Shkup, 5 metra e ka balkonin e tha, kush po blen këtu banesa? Thot, po vim pi fshatrave, pi blen. Po qysh vetë e ka natyrën, tash unë po du më ik, më shku në natyrë, thot, ai në mush me gjelbrime me natyrë, tash e dën betonin. Kjo është trani. Po trania vjen në munges dijeve besimit. Nuk ka problemi që vjen pi fshatit. Problemi vjen se vjen në mentalitetin e fshatit në qytet. Në realitet, ai mentalitet e prish qytetin, nuk e ndërton. E tash ata që e çmojnë çka duhet me bëj, cila është zgjidhja? Këta të qytetit që dinë çka qyteti duhet me ik tash me shku në fshat, e këtu ne më thonë hajde ti u merrni. Që tash e dëshmove që e gjallëvore. Pse? Po jo, unë po du në fshat mu kthi. Unë po du mu kthi, mu po katunar. A e kemi të qartë. Për shkak se po duket ashiqare, se jemi të papërgatitun për me duru goditjet që vetë ne i kemi shkatru me mosbesim edhe me padije. Kur shofun njerëzit që komentojnë, kur shof njerëzit që në çfarë niveli shpirtnor janë, në çfarë niveli dijeve janë, e ke qartë. A fotografi më të mirë për mu, krahas marketerave kryesorë, se më njoft kretë marketerat, ama që ata që themi një 2-300 i njoft, a mbujt me pas pasqyrë më të mirë për mu, nëse kërkon dikush për ju kësi CV, me dhonë një fjali, një mendim unë, si themi mentor apo, themi si person që në farforme ka marrë drejten me udhëheq, kush mundet me dhonë pikpamje temave që kemi diskutu, mendim më real. Pse unë? Për lajnë, për tjetrin, për ju. Se nëse më pyet me njëre jap një farë, tash ma mirë se unë nuk mund me ditë kërkush ku i pret thika. E kemi qartë. Unë e kam qartë pse dikush reagon ashtu, pse dikush reagon kështu. Për shkak se hiç pa qenë çështja për cilën e po diskutohet. Edhe në çështje kryesisht tjera nisoj reagoj. Po. Nëse ndodh diçka u djek buka në furë. Po, u djek. Tash ka dikush e bën piskam. Pse ko ka djek gjella po buka. E bën piskam. Dikush thot, s'ka problem. E bëjmë tjetër, nëse sot gjindemi kështu, nesër. Tu mëse pa, cili është faji, ose gabimi i personit i cili e bën piskam, pse është djek. Po ti, a je i shpis? Po çka, pse ti s'pa të kujdes? Po të fundit, nuhatja të hunda të regon se ti shka po digjet. Po ti si e këtu me mend.
Si e këtu, ka ik menja tenderi, menderi, partia, politika, ka ik menja, ma dhe ku u ka, po shka me bo mas pari nona shpis. Shka me bo mas pari? A me shtru sofrën, a me bo salatën, a me këshyr furën, po, a me këshyr piskamat e fmive, a diçka tjetër, shka mas pari me bo, dhe në fund, u ka. A ti? Këshyr televizor. Këshyr televizorin që kje ti. E këshyr televizor, e këthir po, edhe së qohët të hërë, po. E mas e kërshot ko kaftoh. Po. E njëta puna, qëta njerës, njësë e reagojnë. A është bëhet fjallë, a u djekë diçka në furë, apo dështoj diçka. Njësë është e. E tash, nëse kemi diapazon më të naltë, ne rrisim çka? Rrisim horizontin e filozofisë jetësore. Themi, okej, nisemi për kësaj. Okej, që kjo qenë ka momenti ku nuj me bo, ndryshim, të ardhë prej, pim ka një kafe të ardhë, për të regoj Skenderit, për thëmë, pa 3 rende gjata në kufi. Unë shkova në të katët, në pash një autobus, atë kërkush në shkoj këtë autobusit, tu mendu se tash janë 50 veta në autobuse, unë e llogarit e thosh me siguri autobusi jo ma gjatë këtu, mas janë bot 3 rende, këtu është autobusi pak ma gjatë, se si shenë bot, kish kalu autobusi, thash janë ka fundi, edhe shkoj, pa, sprita kur gjas, 2 minuta, shkoj autobusi, unë i pari, kalova kufini. Kur edhe në Ferizaj, tash këta i qojnë mi rregullu rrugë para zgjedhje, tash kishte një rrugë që hynë, domethënë, e keni pa ato, shkelin në për ato, shkon, një kolon vjen, një kolon shkon, ato gjatë e pash tash një tjetër, që shkojnë njerëz pak më rrallë. Po kish disa pengesa më vonë, thash hajt, masi po hyjnë këta e pash, regjistrimet Kosovës, më mur mendje e dijnë këta daljen. Edhe një ma, kretë kolonën rap, dola, po, mandej kur erdha këtu, problemi parkingut. Tamam bre, sa ku mbrionit dul njeni hap, unë drejqon, për thëmë, Skender ka nisë mu qelë rrugët. Ka nisë mu. Dhe thët, gjendja shpirtnore, gjendja besimit i dijeve, mos me jalon nomit, mos me bo drama, e ta letëson hapin tjetër. Hapi tjetër, ku spjegunë me një ligjërat tjetër, ku sfidat, ku pas disa lloj sfida në jetë, ama çdo ndërtim tjetër mas asaj sfide ka qenë ngritje. Nuk e di unë çka do të bëhet. Nuk e di, nuk u me premtu kur gjo. Mirë po e di se te i kalimi kësaj sfide nuk mundet me dhënë rezultat jo të mirë. Ata e di 100%. E tash pse ne i diskutojmë këto punë? Për mu para përgatit, ose për me u forcu në mes të sfidës, në mes të stuhis, me u forcu, më thonë, hajde, ka nevojë edhe për këtë mbrojtje, si kur antivirus, edhe me qenë të gatshëm me pranu sfidën e arshme që na vjen, në kuptimin pozitiv, se vjen sfida tash, a me vendos, ka po shkoj, si po shkoj, apo e marr, apo nisi për fillimit me gatu bukën që është djek. Edhe do t'jemi në asë situata. Varet prej nesh, sa ne do t'a marim, do t'a shfrytëzojmë shansën. Kjo është. E ta shkrit kjo shka folë është teori. Mi po e shifni se teoria në realitet, po vjen shprejhje në momentet, kur është diskutu çështja, në momentet kur me të vërtet ndodh e keqe. Kjo është njësoj si kur merrni një çadër me veti, e shifni se koha do të prishet, a i menqëri, po e merë çadrën, këta tjerë lagën. Pse para shef? A më thot, ka para pa. E njëjta është me dijet edhe me besimin. Këto tema janë shumë të thella, kemi plot mundësi me i zbërthy. E tash do t'ju citoj diçka nga një autor që unë u përcaktova për një libër kur isha në Struk, për me lexu. Është interesant se ne nuk i diskutojmë kush çfarë libri do të lexon. Po, rastisi që edhe vajza edhe gruaja më marrën në dorë njëjti libër, njëri në anglisht, tjetri në shqip. A unë kisha marrë në dorë një libër që e kisha blenë në Zagreb
një 5-6 vjetë më parë, edhe e mora thash, këto 20 ditë ta lexoj këtë libër. Edhe kur mora me lexu, më erdhi ththuse se kom lexu kurrë, edhe pse kom kalu. Libri është shumë i rëndë, Nuk është shumë i rëndë, po është shkencor, edhe duhet me pas paradigma tjera dijeve. Okej. Ta zguzoj më vënu. Të paradijeve, ose të paradijeve shkencore mjaftueshme për më mujtë me kuptu. E tash, në autori është Dawson Church, është mësuesi Dispensës, Joe Dispensës. E kom diskutuar ndoshta ndonjëherë. Libri është Mendja dhe Materia. E tash është një pjesë, një pasus ku flet për gjatësitë valore të trunit, për amplitudat e gjatësive valore, edhe mes tjerave thot ka gamma val, ka beta val, ka alfa val, teta dhe delta. Në përcakton valët, e tash amplituda e valve është largësia e majës. Themi nëse kemi oscilime, që këto janë themi gamma valt e kanë kësaj nëse bëjmë encefalogram, që themi gamma valt, kanë kështu pamje. E tash, amplituda në mes një majës dhe majës tjetër e përcakton valën, në cilën val jemi. Domethënë kur bëhet matja, zbulim shkencor. Mastaj kemi beta val, amplitudat janë pak ma larg njëna tjetrës. Domethënë dallon amplituda largësia në krahasim me gamma volt, beta. Mastaj kemi alfa val, ku amplitudat fillojnë me u rrallu, ndrojnë gjatësia valore. Madje kemi teta val, ku fillojnë po ashtu edhe më shumë rrallohet, edhe kemi delta val, ku amplitudat janë edhe ato janë val që matën të truni i njerëzit. E tash nuk kemi kohë shumë, do të diskutojmë rast tjetër, edhe tregon cilat janë karakteristikat e trunit edhe të njerëzit, varësisht cilat val neve na kaplojnë. Domethënë matet me herc gjatësia, kjo janë me gjatësi kështu domethënë me fuqi më të madhe, në herc deri në më të vogël. Në këtë dimension jemi kur bëjmë gjumë, edhe njerëzit që shohin të ardhmen kanë parashikime ose kanë devotshmërinë e besimit edhe turpësisë e kanë shumë të thellë. Edhe varësisht prej nivelit të frekuencave, gjatësive valore, vim të alfa valt. Alfa valt janë mes, kombinojnë valt e nivelit shpirtënor, qetësisë, të analizës e tjerë, deri te frekuencat e përditshmërisë. Më problematik është ky dimension. Do thënë beta valt. E tash do t'ju citoj diçka rreth beta valve. Funksionojnë prej 12 deri në 40 Hz. Ka domethënë 12 janë poshtë, 40 janë nart. Edhe tash do t'ju lexoj është në kroatisht me përkthim. Thotë domethënë thotë beta val dan sipas rregullës në të larta dhe të ulta. Thotë të lartat
janë mendja juaj e majmunit. Mendja juaj e majmunit. E larta beta, prej 15 deri në 40 Hz, është valë e trunit karakteristike për njerëzit që vujnë nga anksioziteti, thot njerëz që ndjejnë frustracion dhe njerëz që janë nën stres. Flet për betat larta, nër 15 janë normale. Sa ma shumë që janë njerëzit në stres, thot amplituda e valve tyre trunit është ma e madhe. Amplituda do më thonë është ma nartë. Emocionet negative, si që është mlefi, frika, fajsimi, thot i ndjenjes së gabimit, krivdja, është gabim, dhe turpit, krijojnë, dhe më thonë, shifën në EEG, kër e fusim trunin, dhe të tregon ajo matje. Këto valë e ndërprejnë hapësirat e trunit që miren me mendimin racional. E pengojnë të menduarit racional. Në të menduar, thot në vendim, në mbamendje dhe në vlerësimin objektiv. Vlerësimin objektiv të çështjes. Thot, qarkullimi i gjakut në korteksin prefrontal, në mendjen, në trunin që mendon, thot, është i zvogëluar për 80%. Ushqimi i gjakut, që vjen për 80% është zvogëluar, domethënë veç 20% funksionon. Atëherë trunit i mungon oksigjeni dhe materiet ushqyese dhe prandaj aftësitë e tyre për të menduar bijnë poshtë. Dijet dhe besimet e racionalizojnë frikën për shkak se distanca në mes rrezikut real dhe frikës që ne kemi shtinë në kokë është shumë më e vogël se sa ne që mendojmë. Po problemi është kur ne nuk mendojmë edhe funksionojmë në valë beta ose po e them unë, po e thot Dawson Church, ku ne lejojmë që valët më negative, ne me qenë që ato frekuenca. E me ato frekuenca i keni ju masën. Frekuenca të ndrojnë kur? Në momentin kur e pasurojnë trunin me dijet edhe me besim plot. Ndërkohë, thot beta tulta është ajo shiriti që e sinkronizon funksionimin automatik të trupit ton, prandaj quhet është frekuenca e ritmit normal. Domethënë, edhe unë edhe ju s'mujmë ik beta valve. Por nëse jemi në elementin racional, ku kemi përdor besimin dhe dijet, ne japim, nuk jemi në beta të larta, ku na sundon frika dhe kretë elementet që ju lexova. Edhe ne nuk mujmë ndru njerëzve trunin. Varësisht për frekuencave që ata i lejojnë edhe i sundojnë, ata reagojnë. Por ne duhet me qenë të vetëdijshëm se frekuencat e tyre janë të ulta. Kur çifni emisione, që pat emisione në Maqedoni, kërkun në botë nuk është reakcioni më negativ se në Maqedoni. Goditjet që po i bëhen njënit apo tjetër. Kërkun nuk janë. Më të narta. Mi pa e tregon se në çfarë gjendje mentale, shpirtënore, dhe çfarë frekuenca kur them tulta në kuptimin pejorativ të fjalës, në realitet
ato janë të larta beta, atë që janë në realitet janë të ulta sa i përket çështjes mentale dhe dijeve, mundohemi spjegu fenomenet. Edhe goditet, ideja, programi, njeriu në munges të gjitha asaj që deri e tham deri tani, dijet, besimi, edhe elementi i pasurisë shpirtënore që së bashku dijet dhe besimi e bën e krijon personalitetin. Mos ta zgjas për shkak se në orën 9 duhet me qenë në një vend caktuar. Faleminderit për vëmendjen.